sigurimori me pak Jo, s'ka gjë. Nuk ka problem. Dua të ndaloj edhe pak në Amerikë, sepse ajo është një njeri i cili ka jetuar në dy sisteme. Do ta koncentroj shumë shkurt edhe shumë. Vërtet u bën rreth 24 vite. Ardhja jonë këtu. E filluam, si të thash, me peripecitë edhe me këto të voglat, edhe arritëm që të blem një biznes, të arrijun të vem. Metoda ime ishte që të mos investoj në bizneset mëdha, por të kem një biznes të cilin ta kem të dominuar vetë. Dhe këtë ngrita duke vajtur në Kaliforni tek vajza, siç ju shpjegova, ku atje blem edhe shtëpinë edhe gruaja dhe vajza tjetër punonin në salonet e bukurisë. Ndër të tjera, ndodhi ajo që ndodhi në vitin 2008, si të gjithë amerikanët e Kalifornisë, Floridës, Teksasit dhe një 2 vende tjera, ku ekonomia ra me njerë pingull, edhe neve na ndërpre puna, unë nuk pata mundësi më të punoj në biznesin që kisha ngritur, një biznes që ishte për rifiniriturat që i bënja objekteve të mëdha që merrja në sipërmarrje, siç ishin hotele, godina, që përfundonin ndërtimet e reja, dhe unë do të bënja ato riparimet e fundit të dëmtive që kishim para se të bëheshin inaugurimet e dorëzimit. Ai ishte një ardhë shumë e mirë, na kënaqte, arritëm që dhe shtëpinë ta rifinancojmë, ta bëjmë. Bëra investime të jashtëzakonshme në ato fotografi që të kam dërguar, janë punimet me duart e mia, sepse unë jam një person i cili kam ndjekur gjithmonë parimet e babës tim, ku thoshte që rraqe çdo gjë do ta bësh me duart e tua, edhe gatimin në shtëpi, edhe ato të jesh i mësuar për çdo gjë, edhe punim elektrike, edhe hidraulike, edhe gjitha me radhë. Ti je gati, se nuk i dihet ku të fjeta. Më ke parë atje dhe bëra një shtëpi një mençe në mënyrë kryeve, me fruta jashtë, 36 lloj frutash kishin mbjellë në atë jardin e bukur që kisha skalitur ashtu me ato palmat edhe atë dekoracion shumë bukur. Mbas 4 vitesh ndodhi ajo që ndodhi, të gjitha ato ikën për zero. Banka mori shtëpinë, edhe ne u detyruam që të gjejmë zgjidhjen tjetër, patjetër që njeriu asnjëherë nuk do demoralizohet, edhe pse kishim vajzën tjetër dhe ata ishin në vështirësi financiare. Ata ishin në biznes të madh. Kompani mortgage ishte i shoqi me gjithë të jatin e tij dhe vëllezërit, ishte mirë, por rënja e sistemit financiar në vitin 2008 i detyroi dhe ata në një vështirësi shumë të madhe financiare drejt falimentimit. Që nuk patë mundësi të na ndihmonin. Atëherë mora rrugën tjetër dhe tham, pse kemi ardhur në Amerikë? Kemi ardhur për të shkuar në një vend të mirë. Dhe atje ku është mirë, do të zgjedhim vendin më të mirë të Amerikës. Mbasi searchëm, si e thon, ose checkëm, ose kontrolluam në internet, gjetëm që Naples i Floridës ishte një nga 10 vendet më të sigurta, më të mira, më të pastra, me dekoracione, me klim më të mirë, ku të gjithë amerikanët të cilët plotësojnë moshën 65 e përpjet, vinë edhe 6 muaj i kalojnë këtu në Florida, në Naples. Atëherë morëm rrugën dhe unë drejtova kamionin, të ngarkuar me plaçkat. Është një histori tepër rënqellëse. Këto do t'i shpreh në një të ardhme të shpejtë në një historinë e familjes time në rrugë. Më fal. Drejtova kamionin për pse është rënqellëse? Urdhë? Ç'a ndodhi? Morët plaçkat në kamion dhe aq ishte e gjitha, nuk ishte më asnjë? Ajo ishte kapitali jon. Vetëm plaçkat në kamion. Edhe $30,000. Kaq. Kaq ju ka ta ndis. Sepse shlyem dhe detyrimet që kishim dhe erdhëm drejt Naplesit këtu në Florida. Mbasi kisha ardhur 2 herë vetë, kisha kontrolluar, kisha biseduar, kisha mbyllur të gjitha problemet dhe të shtëpisë ku do rrinim. Një rapes, dhe kështu që u ktheva më prapë,
mora familjen, kamion e ndrejtonja vetë, 10 tonësh, kamion të madh. Si dikur, në kohën e biznesit. Si dikur, më dhe. Kur unë isa në fillim të themi gjithë vogël, pati një dridhje kamioni, se ishte gjitha e peshe rëndë, se mbrapa ishte ngarkuar në një bylyk, në një rimorqe të vogël, edhe vetura, gjipi që kishim neve. Edhe atë dridhje, gruaja u trënde dhe tha, ndaloj, tha, merë shofer me rrogë të na çojë, nuk ike me ty. Thash, mos u mërzit, gjeni prit sa të marri rrugën, mos u mërzit. Sa dalim të dolëm në kthes, morëm rrugën, më tha mua, sa do të paguonje një shofer? I thashëm, po, një shofer do të paguonim $3.000, që të na sillte ai nga Kalifornia këtu për 4 ditë. Tha, po na çove kështu siç po ecën tash, unë do të jap $4.000, do të jap, ato $3.000 do të jap atje në Naples. Dhe ashtu bëri. Ti dha lekë. Ashtu bëri. Të dha kursime dhe saja. Unë investova dhe për 2 muaj ato u bën 12. Nuk hiqe dorë. Ja, investova në stock market, dhe ato u bën 12 dhe kështu ecën puna, u kapëm, derisa në vitin e dytë me njëherë ne blem biznes, një salon bukurie, me qenë që gruaja dhe vajza me punën tonë në Michigan fituan diplomën e kozmetologjistës. Të dyja duar ardha, hapëm salonin, si që ke fotografi të dy, bukuri, dhe puna e që mbarë, u bëm me shtëpira, u bëm me pension, morëm pensionet amerikane, që nuk di si të them. Si janë pensionet amerikane? Sa e keni pensionin në Amerikë? Si është? Se po bëhem dhe unë si muhabet shqiptarë, sa ke rogën. Unë për, po të thotë Çodiraqi, për 18 vite punë. Mendo tash një me 3 bypasse të vazhdoj të bëj punë të rënda. Dhe tani që jam këtu, do të thënë, unë ndiem shumë fuqishëm. Marr një pension në rreth $700. $700 në Amerikë. Shumë pak. Kjo është si rezultat i humbjes së 4 viteve nga një zyrë që bënte taksat tonë. Ajo nuk, kur bënte taksat, nuk derte sigurime shoqërore. Kuptoj. Sepse ka dhe në Amerikë probleme të tilla, se janë vetëm në Shqipëri. Nuk të dënon Amerika pse s'derdh sigurime shoqërore. Ja bën dëmit vetes. Kurse atje ju e doni me dhunë, e doni me ligj, të derdhit, ore, do ta kuptoj njeriu, po nuk derdhe për sigurime shoqërore, për pensionin tënd, do ngeres pa pension. Dhe këtë ne e bëm që në fillim që derdhnim, për të gruan, për vete, për vajzën gjithë. Që ajo më dogji mua 4 vjet, nuk derdhte sigurime shoqërore. Kur shikoj unë dokumentat që merrën nga zyrat e sigurimeve shoqërore, shikoj që vlera shumë e ulët. Qofse del tani në pension, ti do marrësh kaq. Tani jeta juaj në Amerikë ka ndryshuar përsëri. Po krejtësisht normale, një jetë normale që nuk duam kapitale, jemi pa strese, natyrisht, shqetësime, ndjenjas, me njërin e me tjetër, njeriu i ka, sepse jeta është jetë e gjallë, aktive, kështu me radhë, por jemi thjesht. Unë e preferoj këtë jetë që kam tani këtu. Oqeanin çdo ditë, 12 muajt e vitit. Po pra, më pëlqeu shumë. Do dilni pak ju me celular jashtë të shikoj, ç'a keni mbas ju? Keni një kopësht? Ç'a kishit mbas? Kam kopshtin me lule që kam ndërtuar, dhe këtu lulet do t'i vendosësh me miratim, se s'të le njeri të bësh sipas qefit. Jo, unë sikur pash një park të madh përpara shtëpisë. Shumë e bukur është. Juja është shumë e bukur. Dhe është një lumë quhet Bokanal, që mbledh gjithë ujërat e shirave dhe të liqeneve që janë, se këtu çdo gjë është ndërtuar mbi bazë komunitetesh. Me grupe shpisha dhe këto gjëra. Dhe ky i mbledh të ujëra dhe çon direkt në oqean. Mund të gjuash pesë, mund të vozitesh me bark, me çdo gjë. Është një mrekulli. Kjo është jeta e Korçarit në Amerikë tani.
Rëndësi ka që unë vajzat i kam shumë mirë. Ti u bëj një pyetje? Gruan e kam shumë mirë me shëndete me gjitha, dhe tani që ne po flasim, ajo shkovi në salon, sepse i kanë ardhur 2 kliente, që e duan shumë dhe kjo i do dhe nuk i le, edhe pse ka dalë në pension. Vazhdon punën? Vazhdon punon për qef. Do ma tregosh pak tani me celular? Ta tregon. Jashtë më pëlqeu shumë ai vendi. Dua ta shoh në fund të emisionit. Ta tregoj Rodi. 1 minutë ta heq apo me gjithë këtë. Pa problem, do po prish figura. Nuk ka problem fare. S'ka gjë, sido që t'jetë figura më shoqëroni. Ne jemi live. Këtu është mbrëmja, atje është ditë në Florida. Më shoqëro me figurën, sido që t'jetë. Ne morëm për madhë këtë shtëpi dhe e bëm një mrekulli. Shikoj investimet, tavanet. Sa me merake. Sa bukur. Edhe lumi. Sa bukur. Shumë bukur. E nisëm emisionin duke treguar një njeri që shikonte nga dritarja e shtëpisë se si po i merrnin pronën. Dhe tani në moshën 73 vjeçare ai jeton buz një lumi në Florida. I është bërë jeta copa dhe e ka marrë, e ka ngjitur, e ka nisur nga e para gjithmonë. Në emër të familjes dhe besimit që njihet ke dhe ja vlen ta jetosh. Dhe me këto pamje nga Florida, unë po e mbyll këtë bisedë që më ka dhënë shumë kënaqësi. Sa lulet bukura. Shumë të bukura. Edhe unë ju përqafoj shumë. Shumë të bukura. Ju përqafoj motra. Motra. Sigur jeni nga Vlora, jo nga Korça. Po. S'ka që. Unë dua ta mbyll me këtë pamje. Zotin Haçi, shumë faleminderit. Edhe unë ju përqafoj shumë. Faleminderit. Dhe do shihemi shpejt, besoj do vi. Okej, kur të vini prapë për pensionin, do të takojmë në studio. Do vi për qefet e mia. Kam një motër aty që e kam për zemër shumë. Faleminderit, miru ta kopshim në Tiranë. Kënaqësi. Falat shumë edhe bashkë. Faleminderit. Jemi në Shqip për ta mbyllur këtë pjesë të dytë të intervistës me zotin Sotiraq Naçi, një dëshmi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë ju ftoj të tregoni historitë tuaja. Historia juaj, cila do qoftë, është unike. Prandaj nuk ka më bukur se të tregojmë histori unike, histori reale. Nuk ka analizë, nuk ka debat, nuk ka letërsi, nuk ka filma që të krahasohet me fuqinë e historive unike të shqiptarëve kudo që janë në botë. Prandaj, më mirë se në Shqip nuk e ku ta ndash tjetër, të ftoj në Shqip.